Qasja gjithë përfshirëse në draftimin e politikave publike, ligjeve të ndryshme, domosdoshmërisht se kërkon edhe përfshirjen e publikut në procesin e draftimit të politikave të tilla. Kur flasim për përfshirjen e publikut, kjo përfshirje përpos se i mundson publikut që të jetë pjesë e ligjbërjes, i mundson edhe institucioneve publike që t'i njohin se cilat janë nevojat e qytetarëve. Rregulloria e punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës ka përcaktuar dispozita që kanë të bëjnë me konsultimet publike në procesin e draftimit të akteve të ndryshme, të ligjeve të ndryshme tjerë. Kështu, duke aplikuar këto dispozita, ju mund të jeni pjesë e procesit të draftimit të ligjeve dhe akteve të ndryshme publike. Sipas kësaj rregullore, dikasterët qeveritare janë të obliguara që të publikojnë dokumente të ndryshme për konsultime publike në platformën e konsultimeve publike. Këto dokumente duhet të publikohen për një periudhë prej më së paku 15 ditë pune, apo në rastet të caktuara ky afat mund të zgjatet deri në 30 ditë pune. Gjatë kësaj periudhe kohore, kur është i publikuar projekt akti i propozuar, qoftë ai koncept dokument, projekt legje tjerë, ju keni mundësi që duke u regjistruar në platformën e konsultimeve publike të ofroni komentet e juaja përkitazi me këto dokumente. Madje, pasi të përfundon procesi i konsultimeve publike, institucioni sponsorizues i aktit përkatës është i obliguar që të nxjerrë edhe një raport përfundimtar për të treguar rrjedhën e procesit, komentet e mbledhura dhe mënyrën se si janë adresuar ato komente. Kështu, duke aplikuar këto dispozita dhe duke u regjistruar në platformën e konsultimeve publike, secili prej jush ka të drejtë dhe mundësi që të jetë pjesë e draftimit të akteve të ndryshme, koncept dokumenteve, ligjeve të ndryshme e tjere, dhe institucionet obligohen që t'i trajtojnë komentet e juaja. Draftimi gjithëpërfshirës i ligjeve mundëson miratimin e ligjeve të drejta dhe të cilat i përgjigjen nevojave të qytetarëve. Ky në një sistem që mban qeverisje të mirë, respektimi i këtyre dispozitave që mundsojnë përfshirjen e publikut në ligjbërje është krucial.